cilat janë vlerësimet që t'i kanë bo, ndoshta që t'kanë bo, ndoshta me dashur edhe më shumë këtë punë dhe me vazhdu më. Vlerësime unë kom pas gjithmonë, sërë që kom gatu flinja dhe për vjetë dhe për musafirët, gjithmonë kanë thonë, na po dojnë me orë të ti me hangër flinjë se i qatë shumë të mira. Unë nuk e di që është të më thojnë. A është për ju, ndoshta edhe një arsye më shumë e vazhdu këtë punë edhe pa lodhja? Por nuk lodhna, për gatime s'lodhna. Unë gjithmonë e kom pas qef gatime, nuk pritoj qas për fëmijët e mi, qas për musafir, qas për gjithë. A i kanë ndoshta ushqim të preferuar flijen edhe familjarët e tua, apo keni edhe ndonjë ushqim tjetër? Familjarët e mi nuk e dojnë shumë djemët, sidomos që ta është jo se bruma, jo se i ndyra, po qas, për vjetë jo një që flija e ka vendin e vetë, nuk llogaritet brëm për neve, për neve është shia më e mirë që e ka një ndonjë ushqim. Është edhe Ramazani kur të vjen, tonë ka qanik shumë për Ramazan, kena musafir, shkojmë, vimi, tona përveç ushqimeve gjellna krejtë edhe gatime bajnë. Flija nuk mungon asnjëherë në turizëm? Jo, nuk mungon. Sidomos unë gjithmonë kum qitë, edhe për Ramazan, i kemi gjithat tjerat, po flijen e qasë. E keni specialitet.